Është finalizuar me sukses operacioni policor I koduar në orën 6, shkon në 10 numri I rasteve të kësaj veprimtarie kriminale të goditura në kuadër të operacionit në Onët. Shpallën në kërkim dy shtetasit që dyshohet se kishin përshtatur banesën në lagjen Docmazi për të kultivuar bimë narkotike me pajisje elektrike që I furnizonin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Procedohen penalisht 2 punonjës të OSHE-s për shpërdorim detyre dhe një shtetas tjetër për mos kallëzim krimi. Sekuestrohen 60 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 57 pajisje të ndryshme elektrike që shërbenin për kultivimin e tyre, një pistolet sportive pneumatike, municion luftarak, një automjet dhe 4 celular. Në vijim të planit të masave për goditjen e kultivimit të bimeve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër në bashkëpunim me specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare kanë ushtruar kontrole intensive në ambiente të mbyllura me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimeve narkotike me pajisje elektrike, tharjes dhe përpunimit të tyre për shitje. Në kuadër të këtij operacioni u shpallën në kërkim shtetasi AV 35 vjeç, banues në Shkodër dhe një 16 vjeçar për veprën penale, kultivimi I bimeve narkotike kryer në bashkëpunim. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit BC 33 vjeç dhe GA 63 vjeç, të dy banues në Shkodër, punonjës të OSHE-s për veprën penale, shpërdorimi I detyrës kryer në bashkëpunim. EH 22 vjeç banues në Puk për veprën penale mos kallëzimi I krimit. Gjatë operacionit shërbimet e policisë kanë zbuluar një ambient banese në lagjen Docmazi që ishte përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimeve narkotike kanabis. Nga kontrollet në këtë ambient u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 60 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 57 pajisje të ndryshme elektrike që shërbenin për kultivimin e bimeve të tyre dhe 4 celular. Gjithashtu, nga kontrolli në banesën e shtetasit HM 49 vjeç, ngjitur me banesën ku kultivoheshin bimë narkotike, I cili është ndaluar me datë 11/12/2025, si dyshuar për disa vepra penale, u gjetën një pistolet sportive pneumatike pa numër, municion luftarak dhe një automjet, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Vjen puna intensive për kapjen e dy shtetasve në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.